Pse po e ndryshon ligjin e gjuhës? Pse po e ndryshon marrëveshjen e Ohrit? Pse po e rrezikon paqen, stabilitetin dhe sigurinë e shtetit? Këto janë disa pyetje publike nga kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, drejtuar kryeministit Christian Miskovski. Ahmeti gjatë një takimi me banorët e Haraqinës ka përgënjeshtuar diskursin e frikës se, siç tha, shqiptarët po e marrin shtetin. Ai tha se shqiptarët nuk e marrin shtetin, por e drejtojnë atë pasi u takon. Sipas kreut të integristëve, shqiptarët janë mbi 30%, jetojnë në vazhdimsi në trojet e veta dhe janë pjesë e pandashme e shtetëformësisë së vendit. Christian Miskovski është kryetar i qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut. Ai përfaqëson të gjithë qytetarët, sepse ka fitu legitimitetin. Ne nuk ja kontestojmë ati legitimitetin. Ne atë e thirrim nga ky takim i Haraqinës të dalë publikisht, t'ju shpjegoj qytetarëve të shqiptar pse e ndryshon ligjin e gjuhës, pse po e ndryshon marrëveshjen paqësore të Ohrit, pse e rrezikon paqen, stabilitetin dhe sigurinë e vendit. Është vendi më i miri, më i përshtatshëm. Kjo porosi sonte t'i shkojnë nga Haraqina Christian Miskovskit për shpjegime. Ai t'u jap shqiptarëve pse e ndryshon ligjin e gjuhës, pse e ndryshon marrëveshjen paqësore të Ohrit. Ahmeti nënvizoi se shqiptarët nuk do të pranojnë të kthehen në hyjsmeqar në shtëpinë e tyre dhe se koha kur ishin të shtypur e të heshtur tha se ka përfunduar. Lideri i BDI-s bëri thirrje për paqe, për Evropë të bashkuar dhe për lëvizje të lirë, duke i kundërvënë idesë së shteteve të mëdha, një vizion të qartë për integrimin dhe bashkëpunimin rajonal.